Përshëndetje gjithë, mirë se erdhët në kanalin tim në YouTube channel Zëri i Diasporës. Sot takohemi sërish në studion time, në këtë studio modeste, ku unë kam zgjedhur të realizoj intervista të sjellë informacione të ndryshme për shqiptarët e diasporës, për këtë komunitet kaq të rëndësishëm për shqiptarët e diasporës kudo në botë në fakt, dhe sot kam një lidhje shumë interesante. Unë ju flas nga Londra si për herë, por do lidhem me një vajzë shumë interesante e cila jeton në Itali, edhe ajo është pjesë e diasporës shqiptare, ka emigruar prej vitesh drejt këtij shteti dhe do mësoj më shumë, jo vetëm rreth historisë së saj të emigracionit, që është një histori që besoj na prek të gjithëve dhe shumë nga ne ne e gjejmë njëri tjetrin nga historitë tona, e cila besoj është ngjashme kur bëhet fjalë sidomos për një rrugë të vështirë të largosh nga Shqipëria dhe të nisësh një jetë nga e para, nuk është thjesht për asnjërin nga ne. Dhe besoj që edhe vajza që un kam në këtë lidhje Skype sot ka pak a shumë një histori të ngjashme, ashtu si shumë prej nesh, është profesioniste dhe përpos krijimit të familjes, që është një nga arsyet kryesore që ne zgjedhim për të larguar nga Shqipëria, por gjithashtu edhe për të ndërtuar një jetë profesionale. Sa e vështirë është të ndërtosh një jetë profesionale në një shtet të huaj ku duhet t'ia fillosh nga e para, ku kostoja e jetesës është shumë e lartë, siç dihet, dhe barrierat të ndryshme shpeshherë bën pengesë për të arritur ato çfarë ne synojmë për të arritur në jetë. Dhe ajo është Ermelinda Lalaj, e kam në një lidhje Skype nga Italia, nuk e dim nga cili qytet, por do ta mësojmë në këtë intervistë. Ermelinda, mirë se erdhe në podcastin tim, zemër. Atëherë, përshëndetje, shumë faleminderit për ftesën. Knaqësi, knaqësi. Letë, Ermelinda, jemi në një lidhje Skype, kështu po i realizoj intervistat unë për podcastin tim, sepse jemi pjesë e diasporës shqiptare dhe, si të thuash, është shumë e vështirë të takosh dikë fizikisht. Jeta është shumë e vështirë në emigracion dhe nuk e ke atë luksin të takosh dikënd kur të merr madhe. Ndihu si në shtëpinë tënde, ndihu si kur je takuar me dikënd që të ka marr madhe dhe le të tregojmë pak nga jeta jon, të mësojnë edhe tjerë se si është jeta një emigranti në gjithë dimensionin e saj. Um, për edhe për ndjekësit e mi dhe tu, Ermelinda, të njohim pak. Je një vajzë që unë të kam ndjekur në rrjetet sociale, të kam parë që po tenton të bësh një punë të bukur profesionale që ti do na e tregosh përgjatë kësaj bisede, por fillimisht mund të njihemi pak me historinë tënde të emigracionit, si ka nisur. Atëherë, patjetër, unë jam pak emocionuar në fakt se është hera e parë për mua që jap një intervistë dhe do mundohem mos të dal nga natyra ime, se jam një natyrë shumë e drejtë për drejtë. Jam një vajzë shumë e thjeshtë, jam mami i dy çunave. Atëherë, kam emigruar në Itali kur djalin e kisha 6 muajsh dhe ai për pak muaj bën 7 vjeç. Ishte shumë e vështirë, që nga fakti që ti po lë vendin tënd, po lë vendin ku ti je rritur për kaq shumë vite, dhe që nga këtu nis historia, nis ajo mungesa, pa marrë parasysh se po shkon, po të pre dikush, po të mbështet dikush, apo nëse shkon me shumë lek apo me pak lek, nuk ka rëndësi. Fakti që ti po ikën, po lë familjarët e tu, vendin ku je rritur kaq vite, është e vështirë. Mua më kujtohet kur kemi ardhur për herë të parë, kemi qenë në një shtëpi shumë të vogël që kishte vetëm një dhomë dhe për shkak se kishte myk, ishte mbushur me myk, djali im i vogël detyroi shpesh herë të shtrohej sepse kishte bllokim, i ndodhte bllokimi nga myku i shtëpisë dhe ka qenë shumë e vështirë për mua fillimi, shumë i vështirë. Ermelinda, sa vjeç ishte djali atëherë, pra ju kishit sjell në jetë një fëmijë të vogël kur ju ndodheshit në ato kushte të vështira. Atëherë, një nga arsyet që unë jam detyruar të emigroj bashkë me bashkëshortin tim kanë qenë problemet ekonomike. Nuk kishim mundësi në Shqipëri, ishte shumë e vështirë. Im shoq ndërroi disa punë, diku paguaj, diku vënoheshin pagesat dhe e mendua më mirë që të emigronin për një jetë më të mirë. Kjo ka qenë dhe arsyeja, por në asnjëherë nuk na e mori mendja se do gjenim kaq shumë vështirësi dhe këtu ja. Ishte e vështirë të gjenim një shtëpi, sepse kur ti je pa letra, është e vështirë të firmosësh një kontratë dhe
falë mbështetjes së një miku të bashkëshortit tim, të cilët do jemi njohës gjithë jetën, na ndihmoi të gjenim një shtëpi pak më të madhe, pak me kushte më të mira dhe filluam të gjendja të ishte pak më e mirë sepse kur ti bëhesh mami, nuk ka rëndësi asgjë tjetër, më e rëndësishme është shëndeti i fëmisë dhe kishte momente që ne nuk kërkonim asnjë gjë, vetëm të kishim një shtëpi, një ambient të ngrohtë që djali mos të smurej më. Pastaj avash avash filluam jetesën, burri detyrohej të punonte me orë shumë të zgjatura, unë ishte pamundur të punoja, edhe pse kisha mbaruar një universitet në Shqipëri, kam mbaruar universitetin dhe masterin për mësuese cikli dhe nuk mund të bëj asgjë sepse me një bebe të vogël është normale. Qartë, të pyes pak, sepse më tregove një gjë shumë interesante nga Shqipëria dhe the, pra ti je profesioniste, je arsimuar, ke mbaruar studimet master në Shqipëri, dhe bashorti jo gjithashtu, apo jo, është ka mbaruar. Atëherë fakti që unë nuk zgjodha të gjeja një vend pune në Shqipëri ishte sepse im shoq ishte pa universitet dhe për këtë arsye ishte e vështirë që ai të kishte një punë stabil siç e ka këtu në Itali, ishte e vështirë. Edhe nëse do më thoj që nëse do ktheheshe mbas, a do e bëj të njëjtën gjë, patjetër që do e bëja, edhe pse ne duam shumë Shqipërinë, e duam, është vendlindja jonë dhe të dy fëmijët e mi flasin shqip, unë asnjëherë nuk dua që ata të flasin, të harrojnë shqipen asnjëherë, edhe pse sa herë shkoja në shkollë, mësueset të djalit madh më thonin duhet i flisni italisht, unë asnjëherë nuk kam pranuar sepse e disha italishten do ta mësoj dhe për fat i flet të dyja shumë mirë, por shqipen e flet shumë mirë. Nuk kuptohet fare që është një fëmijë që ka ardhur 6 muajsh në Itali. Duaj që ata të dy të flasin shqip dhe sa herë të shkojmë në Shqipëri të komunikojnë me gjitha fëmijët e tanë. Shumë interesante. Ky është mesazh shumë për të vlerësuar. Secili nga ne që jemi bërë prindër dhe po rrisim fëmijët në diasporë, duhet që të insistojmë shumë që fëmijët tanë të mësojnë edhe gjuhën shqipe paralelisht me gjuhën e shtetit ku ne kemi emigruar. Ermelinda, është një histori shumë e bukur kjo jotja dhe po më pëlqen shumë jashmase, është histori reale, është histori njerëzore, është histori e cila ka nisur me hapa shumë të thjesht, përmes një rrugë të vështirë, por që ndonjëherë ai suksesi i vogël që arrin, sa shumë të shijon, në momentin që ti e realizon pas shumë vështirësive, pas shumë sfidave. Por Ermelinda, a e di që edhe në emigracion, në këtë rast në Itali, do duhet të bësh një punë ndoshta në fillim, sidomos për secilin prej nesh, një punë që nuk ka lidhje me profesionin ton dhe që ndoshta është dhe rënd fizikisht. Ishe e përgatitur për këtë? Atëherë, kush më njeh që të vogël, unë kam punuar shumë, jam një vajzë shumë punëtore, që e vogël kam rritur motrën time, kam qenë 9 vjeçë kur ajo ka ardhur në jetë edhe shpesh herë i thoja mamit, o ma, nuk e kam bërë unë këtë, pse ma lë mua, sepse mami detyroi të përfundonte dhe universitetin, kur motra lindi, kishte një pjesë, më duket se atëherë ka qenë ligji që duhet të bëje masterin për një pjesë të mësuesve dhe ajo shkonte në shkollë dhe unë detyrohesha të rrisja motrën e vogël. Ka punuar që e vogël, prindrit e mi kanë një pasticeri në fshat edhe unë gjithë vatën kur njerëzit flinin gjumë, unë shkoja pastroja dyqani që kur të vinte babi pas dite, ta kishte gati sepse përgatiste akullore, torta dhe nuk e kam vujtur këtë pjesën sepse gjithmonë unë punoj, jam njëri që nuk rri, nuk më shikon ulur, nuk e kam pasur problem, për mua ka mjaftuar që unë të gjeja një punë. Puna e parë që kam bërë këtu në Itali ka qenë kam punuar badante dhe e the me shumë krenari, nuk e se më vjen zor apo të ndjej si një pjesë e madhe, mund të ndjej dhe turp, absolutisht, detyrohesha që djalin e vogël ta merja me vete dhe kanë qenë periudha shumë të vështira dhe realisht emocionohem shumë kur i kujtoj sepse më duhet të ikja, e kisha punë larg, më duhet të ikja me autobus në darkë dhe të kthesha sërish në mëngjese në shtëpi dhe djalin e vogël shpeshherë ma zinte gjumi, pa zbritur akoma tek puna dhe ishte shumë e vështirë.
mbaj mend puna e parë që kam bërë ka qenë në një fshat, do me thënë ishte shtëpia e zonjës dhe nuk ishte shtëpi të tjera vërdall. Zonja kishte nevojë që thjesht të flije me të natën, do me thënë ta ruaje me pak fjalë sepse ishte vetëm, edhe mbaj mend ka qenë shumë vap, ka qenë behar dhe zonja nuk e ndiste kondicionerin sepse nuk donte të harxhonte normale dhe unë detyrohesha ta mbaja derën hapur. Kishe djalin me vete, Ermelinda? Po djalin e kisha me vete, detyrohesha ta mbaja derën hapur dhe e vetmja gjë që dëgjoja ishin disa qenë që lenin dhe kisha frikë, nuk flija gjumë, rria rojet e dera, se thoja po të flej gjumë, vin dikush me djalin, ishin ato frikra dhe një nëne, edhe pse këtu vendi është shumë i sigurt, unë gjithë natën rria tek dera dhe roja djalin sepse kisha frikë. Dhe asnjëherë nuk u ankova, nuk e lash punën, kam provuar pafund punë, jam njëri që kam shumë pasione, jam marrë me dekori ditëlindjes, kam shkuar në shtëpitë shumë shqiptarëve që kishin nevojë kur doni të organizoni ditëlindjet e të fëmijëve tyre dhe me një pagë shumë është qesharake, po ta them realisht, kam shkuar dhe me 20 euro, kam fryrë të llombacet dhe një pompë nuk e kisha, por i fryja vetë. Pse? Sepse thoja bere qaves, to nuk kanë qenë asgjë realisht, se tani kur më kujtojnë dhe disa punë, kur kam punuar përsëri badante, por me zonja që kanë qenë realisht dhe të paralisuara dhe unë duhet të kujdesesha për to, dhe mbaj mend një herë më kanë telefonuar të dy prindrit me kamer, edhe ndërkohë pan dhe zonja që unë duhet të ruaja, edhe krevatat që flinim i kishim shumë afër, edhe babim ka qenë ai që më ka thënë o erë të lutem ikë në shtëpi se do t'i hap puna ato lekët, ikë në shtëpi, çfarë je duke bërë? Plaka nga që ishte e pavetdijshme, u lëriste edhe natën dhe kishte rast se unë dhe trembesha se imagjino ty sa të zë gjumi dhe dëgjon dikë që u lëret dhe nuk e ke mendjen që je aty. Dhe thjesht ku ngrihesha e trembur, por që duhet ta bëj sepse kur ti emigron, nuk ke zgjidhje tjetër, duhet ta marrësh të gjitha ato momentet e dhimbshme, ato vujtje dhe t'i kthesh në forcë. Ermelinda, përse e bëja atë punë? Do më thënë bashorti jot punonte ndërkohë, a nuk kishe mundësi që ti të merreshe me fëmijët, kishe punë boll të merreshe me fëmijët dhe me mbajtje? Atëherë bashkëshorti im ka qenë dhe me këtë rast unë e falenderoj publikisht sepse ai është njëri shumë punëtor, saqë ka punuar me orë të zgjatura dhe po me të njëjtën pagë si tonë, edhe pse kishte raste vinte edhe në orën 9 në darkë në shtëpi. Dhe unë nuk mund t'i thoj asnjë gjë sepse punën nuk e linte dot. Thjesht ishte i detyruar, edhe kur ti je edhe pa letra, je i detyruar të mos lëvizësh sepse ke një familje, ke një fëmijë që ai vini edhe dhe nuk e di që ti nuk e lek t'i blesh qumësh apo t'i blesh panolina, ai nuk e kupton këtë gjë dhe ne si prindër gjithmonë jemi munduar që mos t'i mungoj asnjë gjë. Ky ka qenë prioriteti jon. Nuk ka rëndësi se sa punë kemi bërë, se kemi punuar me orë të zgjatura apo kemi bërë dhe punë më të rënda se ç'duken, por realisht për mua unë gjithmonë i kam pas njerëzit e moshuar, duke nisë dhe nga gjyshja ime. Jam kujdesur shumë dhe kur ajo ishte smur, kujdesesha shumë dhe do thoni që okay, është gjyshja, të gjithë i duam gjyshet, por se di, kam një lloj dhe mësurie për njerëzit që janë në moshë dhe nuk kanë edhe mundësi për të lëvizur, nuk e kam që të kem, do me thënë t'i shikoj me një lloj, po, nuk rridot këtu, nuk e kam këtë pjesë, edhe nëse nesër apo pas nesër do detyrohem, apo dikush do ketë nevojë, është e sigurt që do shkoj po sërish. Absolutisht, nuk ka asnjë gjë të keqe sepse unë jam dirë e vlerësuar, sidomos në disa familje që kam punuar, më kanë trajtuar si një familjar të tyre, sepse kur ti dikush të hap dyert dhe të lënë në mbikëqyrje nënën apo një pjesëtar të familjes, për mua ishte diçka
apo kur shkoja më thoshnin që e ke frigoriferin këtu, më të hash çfarë të duash, do të thënë sa të bënte ajo fjala, jo se unë do e hapja realisht frigoriferin, por që jam ndjerë e vlerësuar në shumë punë, jam ndjerë vërtet e vlerësuar. Dhe kam punuar aq sa mundësi kam pasur, duke qenë se më pyete për bashkëshortin, unë në zakonisht kam punuar natën, nuk kam punuar ditën, sepse ditën bashkëshorti im shkonte në punë dhe unë detyrohesha të punoja badante natën, nga ora 9 e darkës deri në 6 të mëngjesit. Ermelinda, sa vjeç e kishe fëmijën e parë apo të dytën në këtë rast dhe sa e vështirë ishte të mbaje një fëmijë, të kujdeseshe për të dhe të kujdeseshe, pra me këtë rast të kujdeseshe për dy fëmijë, edhe për të moshuarin ose të Atëherë, edhe për por i kam pasur punët këtu afër qytetit dhe nuk duhet të ikja me autobus, djalin e vogël e mbante bashkëshorti, ngrihej natën, i bënte qumshin sepse djali i madh ka pirë shumë është me biberon dhe ai e bënte edhe këtë sakrificë, ngrihesh natën dhe në 6 të mëngjesit unë kthesha në shtëpi, djalin e kishte ai, e ka mbajtur dhe ai, kur ishte puna larg që më duhet shkoja me autobus dhe të kthesha në 10 në mëngjese në shtëpi, ishte pa mundur duhet ta merrja djalin me vete sepse absolutisht nuk i kam lënë kur fëmijët vetëm, e kam shumë këtë pjesë, jo se jam e fiksuar, por shikoj shumë nëna që edhe detyrohen dhe i lën vetëm apo me një fëmijë pak më të madh në shtëpi, absolutisht unë e kam më mirë t'i marr me vete, t'i kem para syve se sa t'i lë vetëm, sepse një moment është ai që mund ndodhi diçka dhe kam të merr këtë pjesë, nuk i kam lënë kur vetëm, as djalin e madh, ai sot është 7 vjeç. Dhe si shpothoja, punoja natën, pastaj pesha. po, më the që e ke marrë fëmin me vete gjatë kohës që ti kujdeseshe për një të moshuar. Sa vjeç ishte në atë kohë dhe sa e vështirë ishte për ty? Atëherë djali ka qenë mbi 1 vjeç, sepse unë e kam sjell këtu, siç të thash, diku tek 6 muajsh, nuk është se unë shkova në punë direkt që ditën e parë. Tani të jemi realisht sepse ishte e vështirë, duhet mësoj edhe pak gjuhën, plus fakti që djali ka qenë shumë delikat dhe më smuri shumë shpesh, jo njëherë me koll, njëherë me bronkit dhe muajt e parë, po thuj se i kam kaluar në shtëpi, thjesht kujdesesha për djalin, mbaroja ato punët që kisha për të bërë, prisja bashkëshortin. Pastaj diku te ka qenë djali diku 1 vjeç e ca, 2 vjeç. Kam punuar me shkputje, nuk është se kam punuar 1 vit rresht apo 2 vite rresht. Punoja 2 muaj, 3 muaj. Pastaj gjendja e zonjës përkeqësoi, më duhet ta lija punën apo shkonte shtrojsh në spital sepse realisht këto që zonjat që kërkojnë ndihmë për natën janë zonja të cilat në fakt fëmijët e tyre sepse zonjat nuk kanë aftësi, janë o të paralizuara o kanë vështirësi shumë vështirësi në të folur, ka nevojë që ti t'i shoqërosh dhe në banjo. Sa vite e ke bërë këtë punën si vadante në Itali, Ermelinda? Atëherë, puna e fundit që kam punuar si vadante ka qenë para 2 vitesh e gjysmë, pastaj ke punuar sa vite ke bërë një punë të tillë? Po, diku tek 4 vite me shkëputje, po, kam punuar dhe nëse takoja dikë që e dija që do më sugjeronte diçka, po më ofronte një ndihmë, i thoja që vetëm po pate punë badante se nuk mund të bëja gjë tjetër, derisa fillova që çova djalin në kopësht dhe fillova të merresha me pastrime. Ishte më e lehtë, më komode. Sa paguheshe si vadante? Mund ta dim këtë për ditur a ja ka vlerën? Puna si badante, ku ti kishe vetëm një të diel pushim, këtu ku jam unë paguish 500 euro të vjetra. Në muaj? Po, në muaj, që unë ato lek sot i marr duke punuar nga komoditeti i shtëpisë, por për mua ishin shumë, në atë periudhë ishin shumë. Më thua 500 euro në muaj edhe punoje çdo ditë? Po, çdo ditë nuk duhet të mungoje, kishte raste që mungoje, do të ishin lekët nga rroga mujore, janë shumë korrekt njerëz. 500 euro është rroga më ulët në Shqipëri. Atëherë njerëzit në fakt një pjesë e madhe kur merrni vesh që shkoja punoja thonin badante natë, nuk e se po bënoj gjë se kishte raste që edhe flije gjumë, kupton?
normale, flinte zonja, do fli edhe ti, për fakti që ti nuk e kuptoni kur ti lije një fëmijë në shtëpi dhe kishte raste që mua djalin e vogël ma zinte gjumi dhe bashkëshorti nuk më hapte telefonin, se ndërkohë ishte duke flet me djalin dhe unë rria gjithë natën zgjuar dhe thoja pse s'po më hapin telefonin, çka ka ndodhur, ndërkohë këta të dy në gjumë. Njerëzit duhet të punojnë sado çdo lloj pune, mjafton të jetë një punë e ndershme, duhet të punojnë. Kohët e fundit në fakt po të shikosh dhe rrjetet sociale, mbizotëron ajo jeta e luksit gjithandej, dhe pjesa më e madhe të rinjve nuk e dinë realisht çfarë është jeta, çfarë është ai realiteti që fshihet mbas atij telefonit, mbas atyre videove të luksit. Dhe gjithmonë ja them motrës time, sepse ajo është 20 vjeçe, dhe gjithmonë ja them që shiko se nuk është ajo jeta që ju shikoni ato 2 sekonda aty në Instagram. Gjithë njerëzit kanë probleme, dikush më shumë, dikush më pak, të gjithë njerëzit sakrifikojnë, për këtë jam e sigurt. Thjesht ajo që nxjerrin aty, preferojnë të nxjerrin Më të mirë. që Absolutisht jeta sociale, rrjetet sociale nuk është as pak realiteti, është një përqindje shumë e vogël e realitetit dhe pastaj është pak a shumë marketing rrjetet sociale. Njerëzit mundohen që të tregojnë më të mirën e tyre. kam zgjedhur ta tregoj ashtu si ajo është, pas një filter. Ka raste kur unë tani shkoj në punë, ka raste që i marr fëmijët me vete, djalin e vogël e marr gjithmonë, por ka raste të madhin flas kur nuk ka shkollë. Dhe ashtu si shkoj me rroba që duhet shkoj në punë, me kokën të pakapur mirë dhe ashtu dal, sepse ashtu jam, ashtu po shkoj, nuk kam, jo se unë nuk kam kohë të bëj tualet, por më duket pak si ti po shkon në punë për të kurosur, hera e fundit që isha bënte shumë vap dhe ndërkohë ti do bëje tualet dhe të shkrinte ai make-upi. Absolutisht, unë dal pa filtra dhe pjesa më e madhe që më ndjekin, pothuajse edhe njerëzit që njohin që të vogël, edhe kur më shikojnë tani më thonë, po si nuk ndryshove ti o gos, po si nuk ndryshove, të gjithë ndryshuan, kush vin nga jashtë shtetit, flasin dhe me një theks tjetër, fusin dhe në një fjalë anglisht e italisht. Ti si nuk ndryshove, se ti nuk ndryshova dot, nuk edhe me shoqet time të ngushtë që kam në Shqipëri, bëjmë në një shaka dhe i them, moj po bëjmë gjithë këto vite shkollë, me si nuk mësova të flas pak me një gjuhë tjetër, nuk e bëj dot, kam preferuar të jem unë era ashtu si jam, pas një lloj filtri. Bravo, bravo Ermelinda që e ke ruajtur thjeshtësinë, modestinë, dashurinë për punën e thjeshtë, dashurinë për njerëzit të thjeshtë, dhe kjo është për të vlerësuar jashtëzakonisht dhe jam e bindur që do arrish suksese shumë të mëdha përmes thjeshtësisë tënde, sepse ti vlerëson çdo gjë në jetë. Unë gjithmonë kam vlerësuar gjërat e vogla, jam ajo natyrë që kënaqem me pak, mjafton që fëmijët e mi të jenë mirë, sikur edhe një moment, një 5 minuta të pija të kafen me bashkëshortin tim, këto janë lumturia për mua, ato gjërat e vogla, unë aty e gjej lumturinë. Nuk ka rëndësi se po hipi në një makinë luksi apo po hipi në një makinë të shtrenjtë, absolutisht për mua këto gjëra nuk kanë asnjë lloj vlere. Unë them mjafton që të iki, të më zgjidhi punë, nuk ka rëndësi se është 2.000 euro, se është 10.000 euro. Absolutisht, e kam pas gjithmonë këta, e kam pas gjithmonë dhe mami im që më thoshte, po si moj vajzë nuk pretendove pak ti, po të gjithë me ka qik pretendime, kam pas pretendime unë atë kohë, dhe si nuk pretendon pak, sepse unë dhe bashkëshortin e kemi gjetur vetë njëri tjetrin, dhe po arrit prap në fillim, ishte dhe arsyeja që ne kishim dhe pak vështirësi ekonomike, sepse e vendosëm të ndërtonim jetën të dy ashtu nga zerua. Dhe sot kur e kujtoj me bashkëshortin, si jeni njohur me bashkëshortin? Atëherë bashkëshorti mua më njifte, por unë nuk e njifja. Kishte pyetur, na i trego pak. Kishte pyetur për mua, unë gjithmonë kam qenë një tip çuni dhe sa herë që shoqjet e mia bënin shaka, dhe gjithë njerëzit që më njofnin thonin që kjo do ngelet pa martuar, s'ka shans, kjo gos të martohet. Dhe nuk kishte edhe në shkollë, sa herë që shkonim me shoqet kur bënin shaka, unë gjithmonë kisha një tip çuni dhe nuk
nuk ishte shanse, domethënë që të gacmonte njëri apo të shikonte se unë isha gjithkohës me ca sy, e ke parasysh nuk pranoja absolutisht. Kam qenë shumë strikte në këto gjëra dhe jam dashuruar me bashkëshortin tim. Ishte hera e parë që bia dashuri edhe Sa nga vjeç ajo dashuri e madhe që unë kam për të, them, prandaj kemi arritur deri këtu dhe unë kam kaluar aq shumë vështirësi, sepse dashuria i kalon çdo gjë.